Këtë të shtunë, u mblodh Asambleja e Partisë Socialiste në Durrës. Blendi Klosi ka hapur punimet e asamblesë, duke bërë një analizë të rezultateve të zgjedhjeve të fundit të përgjithshme dhe duke theksuar forcimin e shumicës qeverisëse. Në fjalën e tij, Klosi u shpreh se fitoria e PS-s nuk është një fitore e zakonshme, por një tregues i qartë se shqiptarët kanë zgjedhur stabilitetin. Ai theksoi se mandati i katërt kërkon më shumë përgjegjësi dhe reflektim nga ana e mazhorancës. Sipas Klosit, rezultati zgjedhor duhet lexuar jo vetëm si diferencë votash, por si diferencë besimi dhe vizioni politik ndaj kundërshtanëve. Fitoria jonë nuk është një fitore e zakonshme, por një provë besimi e jashtëzakonshme. Është një mesazh i qartë se shumica e shqiptarëve kanë zgjedhur stabilitetin, seriozitetin e qeverisës dhe drejtimin politik të vendit nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Por pikërisht, sepse është mandati i katërt, kjo kërkon më shumë përgjegjësi. Një parti që fiton 4 herë radhazi nuk mund të sillet si një parti që fiton për herë të parë. Duhet të jetë më e fortë, më e qartë, më e organizuar, por natyrisht shumë më tepër kërkuese ka si vetes saj. Ky prezantim fillon me një vërtet fare të thjeshtë. Partia Socialiste ka marrë një fitore të plotë, nuk ka marrë një fitore të rastësishme, dhe as të ngushtë, dhe as të përkohshme. Diferenca me mbi 327.000 vota me kundërshtarin ton kryesor nuk është vetëm një diferencë e thellë elektorale, është një diferencë politike, është një diferencë besimi, është diferencë serioziteti në drejtimin e Shqipërisë. Ne nuk kemi fituar sepse ata kanë rënë. Kemi fituar se kemi ditur që ndrojmë bashkuar, të riorganizohemi dhe të flasim më qartë me qytetarët. Klosi theksoi rëndësinë e ndjekjes dhe raportimit të procesit zgjedhor në çdo organizat, si dhe rritjen e angazhimit me të rinjt dhe shtimin e antarësimeve të reja. Sekretari i përgjithshëm i PS-s vuri theksin te riorganizimi i brendshëm dhe zgjerimi i partisë. Të gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare do të shpërndahen në përgjithë organizatat socialiste nga periudha në vazhdim nga sot deri në 12 qershor, kur kemi edhe festën e 35 vjetorit të partisë. Do të ndjekim, detyrat do të jenë ndjekja dhe raportimi i procesit zgjedhor në çdo organizat nëpërmjet sistemit ton tashmë të konsoliduar online digital të Partisë Socialiste. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor, dhe kjo periudhë do të jetë ndarë në disa segmente. Nga sot deri në 16 prill do jetë njohja dhe analiza e çdo organizate. Nga 16 prill në 13 maj do të mbahen zgjedhjet në organizatat socialiste. Nga 16 maj në 12 qershor do të mbahen zgjedhjet e kryetarëve të partisë në bashki. Dhe mbas 12 qershorit deri në 30 qershor do të bëhet konstituimi i organeve tona lokale. Detyra e dytë, shtimi i antarësisë minimalisht 4 antarë të rinj, 2 shoqe dhe 2 shok në çdo organizatë socialiste, me fokus padyshim te të rinjt. Do të jetë detyrë e çdo antarit të Asamblesë Kombëtare që në çdo qendër votimi të krijojë nuklet e të rinjve, mbështetës jo domosdoshmërisht antar të Partisë Socialiste. Ky do të jetë një vit zgjedhor për socialistët, të cilët do të riformatojnë strukturat e brendshme që nga baza, kryetarët e organizatave socialiste dhe zgjedhjen e forumeve të reja, proces zgjedhor që pritet të përfundojë më 12 qershor në 35 vjetorin e krijimit të Partisë Socialiste.